Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Sot Krishti na jep një fjalë mbi lutjen, por edhe krejt liturgjinë e fjalës na tregon si duhet të lutemi. Në leximin e parë është prej librit të Esterit. Ester, mbretëresh, ajo kërkon prej Zotit si ajo që me të vërtet ka nevojë. Nuk ka asnjë mbështetje tjetër, por vetëm Zoti. Atëherë ajo në lutje bërtet me zemër, lyp prej Zotit me këtë dijeni se vetëm ai ka mundësi me shpëtu jetën e saj dhe jetën e popullit të vet. Edhe Krishti na tregon se ne duhet të lutim ashtu. Ai thot, lypni e do t'ju jepet. Kërkoni dhe do të gjeni, trokitni do t'ju çelet. Është një gradualitet me lyp prej Zotit na shpëto prej mëkatit. Me kërku Zotit, me kërku prej Ti të vërtetën e Ti, që të njohim më shumë vullnetin e Ti, dashurinë e Ti, që të njohim gjithmonë më shumë atë, edhe me trokit, që të jemi në intimitet, gjithmonë më thellë me Të. Kjo është lutja. Edhe lutja, si kena thënë herën e kaluar, që Krishti është duke na mësuar më lut. Lutja është servitje e dëshirës. Është një palestër për dëshirat tona. Edhe Krishti që na tregon që nëse ne lusim, si na tregon në atë ynë me kërku që është me të vërtet të mirë, do të kemi çfarë kërkojmë. Ai na thot që ati juaj që është në qiell, që është me të vërtet i mirë, i vetëm që është me të vërtet i mirë, do t'ju jap gjërat e mira atyre që ja lypin. Edhe gjërat e mira, nëse kena me thanë me një fjalë, Luka, Ungjilli i Lukës na tregon çfarë është. Shpirti Shenjtë, me kërku prej hyjt, hyjnë, që të kemi dhuratën e madhe. Por që të kemi këtë gjë, këtë person duke banuar brenda nesh, na thot, gjithçka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëjuani edhe juve atyre. Ja vërtet ligji e profetet. Do me thënë, është pak a shumë si kur ai na ka mësuar aty. Thot që të kemi ne faljen e mëkateve tona, duhet të falim edhe ne të tjerët. Të që ne të kërkojmë që të kemi dhuratën e madhe të dashurisë e Zotit, në përgjithësi, jo vetëm me faljen e mëkateve, kjo është vetëm një pjesë, por dhuratën në tërësi, ai na kërkon, na thot, nëse doni me pas hyjnë, jepuni edhe ju të tjerëve. Jo vetëm falin, por me dash tjetrin si ne dëshirojmë me kënd të dashur. Por Krishti ka nevojë me ba një pastrim në zemrës sonë. Ne nuk kemi mundësi me dhanë çfarë ne nuk kemi. Nëse ne nuk kemi këtë dashuri që është hyj, që është dashuria falas, që dhurohet krejtësisht, ne nuk kemi mundësi me dash të tjerët ashtu, se ne dëshirojmë me kënd të dashur ashtu. Askush ka mundësi me fal, nëse përpara nuk ka eksperimentuar faljen e Zotit. Askush ka mundësi me dash me të vërtet, krejtësisht nëse nuk ka këtë dashuri. Të Zoti vetë nafton që ta kërkojmë këtë dashuri, që të duan gjithmonë më shumë të tjerët, edhe ashtu në një cikël të virtytshëm, ne të kemi gjithmonë më shumë, duke dhënë veten tonë të tjerëve, të kemi gjithmonë më shumë hyjnë brenda nesh. Është si fryma, kena nevojë me marr. Shpirti i Shenjtë e me dhuru, sepse nëse nuk dhurohemi, prishemi. Jeta është këtë cikël të virtytshëm. Me marr edhe me dhanë, me marr edhe me dhanë, gjithmonë më shumë.
Dhe vetën Zoti ka mundësi me ba këtë gjë në ne. Te kurajo, sot Zoti na fton. Me lyp, me kërku, me trokit. Sepse ati janë që është në qiell është bujar. Edhe do të na jap çfarë kërkojmë. Shpirtin Shenjtë. Që lëvdu Krishti.